I nderuar kryetari i Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha. I nderuar kryetari i Partisë Agrare Ambientaliste, zoti Agron Duka. I nderuar kryetar drejtuesi i qarkut Berat, zoti Eno Bozdo. Të nderuara kandidatë dhe kandidat të Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Të nderuar qytetarë të qarkut të Beratit, miq dhe përfaqësues Partisë Demokratike. Unë jam Andi Mustafaj, zëdhënës i fushatës elektorale dhe drejtues i departamentit Beringen Partinë Demokratike. Kam nderin t'ju uroj mirëseardhjen sot në prezantimin madhështor të kandidatëve madhështor të Shqipërisë madhështore. Në këtë qytet të bekuar, qytetin e historisë, kulturës, dijes dhe qëndresës, ju ftoj të çojmë të gjithë në këmbë për të nderuar himnin kombëtar. Kërkohet shpesh në politikë frymëzimi, aq më shumë kërkohet ai kur ke marrë në duar stafetën e përballjes me të keqen. Kërkon forcë të mundet e keqa, kërkon ta harosh humbjen, lodhjen, dhimbjen, kërkon sakrificën sublime të ringritjes, sa herë pa drejtësia, sidomos ajo politike ta hedh mundin dhe idealin për tokë. Por a ka fat më të madh për një parti politike se kur vetë mbështetësit dhe anëtarët e saj janë frymëzimi i parë i saj. Si njëri për jush, kam qenë dëshmitar i lodhjes suaj, i mërzis, i shgënjimit, i drobitjes deri në raskapitje me gjunjë që afroheshin tokës, pa e prekur asnjëherë atë. Ju sprovuat në durim dhe në besim, me të gjitha mjetet që imagjinata e shthurur e një klauni autokrat mund të njitet si legjitime. Asnjë sprov, jo asnjë sprov, nuk përveshti sytë tuaj me hijen e frikës. Më shumë u goditët në çdo formë, përtej çdo kodi moral dhe shqiptar, më shumë u bët etaloni krenaris. Kur nuk ju pash kokulur, kur nuk ju pash të dorëzuar, për një kod gjatë ju u kthyet në frymëzimin e vetëm të Shqipërisë. Sot kur kambanat e historisë bien përsëri e më fort, të parët jeni ju në apel, pa pyetur për diell, bor, shi as tuhi, vendosur në rreshtin e parë drejt një rruge pa kthim, ju mbetet modeli i udhëheqjes, modeli qëndresës dhe modeli guximit, nder që nuk shlyhet të jem njëri prej jush. Nderuar kryetari i Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha, nderuar kryetari i Partisë Agrare Ambientaliste, zoti Agron Duka, drejtuesi politik i qarkut Berati, zoti Eno Bozdo. Sot jemi mbledhur jo vetëm për të prezantuar ekipin ton fitues për zgjedhjet e 11 majit, por për të nisur të gjithë së bashku rrugtimin ton drejt fitores madhe, asaj së Shqipërisë madhështore. Sot mblidhemi për të treguar se qytetarët e nderuar këtij qarku janë ata qytetarë që besojnë në ndryshimin, që kërkojnë drejtësi dhe zhvillim dhe një Shqipëri që i përket shqiptarëve dhe jo anti-shqiptarëve. Për të mos humbur shumë kohë kam nderin të ftoj folësin e parë sonte, Ksandro Gremshin, student. Ju faleminderit. Përshëndetje. Në radhë të parë do të falenderoj Partinë Demokratike dhe doktor Sali Berishën për një punë të palodhshme. Gjithashtu jam krenar që ndodhem këtu përballë jush si përfaqësues një rinie që nuk është dorëzuar përballë sfidave. Në këto 12 vite rinia jonë është përballur me shumë probleme.
me pengesa të shumta, por gjithsesi ne ja kemi dalë t'i kalojmë të gjitha me përkushtim dhe besim në të ardhmen. Sfida jonë e radhës është 11 maj, një ditë që do të shënoj fillimin e ndryshimit, një ndryshim që nuk do të vijë nga lart poshtë, por nga ne, rinia. Unë besoj se rinia e Beratit nuk ka nevojë të ketë sy drejt emigrimit, por drejt këtij qyteti dhe këtij vendi plot vlera, histori dhe potencial të pashfrytzuar. Ky qytet ka nevojë për rininë e vet, për kreativitetin, për energjinë, për guximin dhe për ëndrat e saj. Është koha të ndalim largimin. Është koha të ndërtojmë të ardhmen këtu, të investojmë këtu, të ndërtojmë karrierat tona këtu. Gjithashtu, të dashur të rinj dhe të reja, zëri juaj ka fuqi. Zgjidhni të mos heshni, zgjidhni të mos dorëzoheni. Merrni fatin tuaj në dorë dhe bashkohuni me ne në këtë rrugtim për një të ardhme më të mirë, më të ndritur dhe më të drejtë për të gjithë. Kam ndenjë që fjallën të kaloj Bardhyll Qafës, pensionist. Faleminderit. Të nderuar pjesëmarrës të qytetit tonë të lashtë, demokrat, me parti, pa parti, socialist të gjithë, që jemi mbledhur sot në këtë kuvend, me nderin e madh që na bën Doktor Berisha, Doktor Profesor Berisha, deliri i madh i opozitës, deliri historik, baca i demokracisë shqiptare. Unë quhem Bardhyll Qafa, Beratas 150 vjet. Jam pensionist. Kam punuar arsim. Për 46 vjet e gjysmë në profesionin mësues që marrua pedagogjiken, pastaj institutit e universitetit për biokimi. Punova një jetë të tërë dhe mora sot një pension qesharak. Të më falni. Jam sot tu për t'ju të treguar për vete, por i bindu se do të flas edhe për çdo pensionist të vendit. Më nxiti kur morëm pensionin, si zakonisht të datë, të më falni, që më nxiti që dua të flisja sot përpara bacës së demokracisë, zotit Berisha. Kur mora pensionin, një pensionist atje, moshuar, e mora, thashun, e mora. Tash me buk, tha. Unë për edukat, falenderit. Një pensionist tjetër u othe, tha, pse tha, hajt me një tjetër pensioni? Hajt, thaj, që nuk e diti, tha, që hajt me ilaçe, tha. Hajt me doktor, tha. Hajt me spitale, tha. Hajt me shkresa, me letra të pambaruar, tha, me gjyqet e me hipotekat e me ato, tha. Nuk e di këti, tha, me vjen kek, tha. Punova një tërë dhe mora sot një pension qesharak, si thash. Ne pensionistët jemi të praktisur në 12 vitet e qeverisë Rama, e cila nuk arriti asnjëherë pensionet. Me pensioni minimal që marrim, nuk më del as për ilaçet e muajit, për mos folur për ushqimet e ditës, perime, fruta dhe ato të jetës së përditshme. Unë, por edhe gjithë pensionistë tjerë, jemi në kufit e mbijetesë, se sot jam afër 80, 2 shkallë pas doktorit tim të dashur.
por pa ndihmën e fëmijëve të madhit Zot që atë investim moral, se material çdo prind bën për fëmijën e heq bukë nga goja dhe ta nxjerrë në shkollë, na i shpërblyen dhe dolën kuadra, mbaruan jashtë me grada të tjera dhe kanë ardhur në Shqipëri, ku ka gjyshrit, ku janë varret, ku janë dashurit. Pa ndihmën e fëmijëve, se kalova edhe në operacione të rënda me bypasse tjera, do të kisha ikur, i themi ne atje te Baba Zoti. Unë jam i bindur se asnjë pensionist sot nuk kërkon lëmosh me karakterin e nderit të shqiptarit. Kërkojmë vetëm shpërblimin për atë djerë që kemi derdhur në vite. Në ato vite që kush ka punuar e ka jetuar, doktori është okulari kryesori gjithave. Kur pash televizion programin e PD-s, ndjeva shpresë. Ky program ofron pensionistët, i ofron në radhë parë dinjitet. Besoj se si tek unë, programi i PD-s, i Partisë Demokratike, i Partisë së Demokracisë, i Partisë së Themelusit, Bacës së Demokracisë e Shqipërisë, doktor Berisha, na ka ofruar shpresë për çdo pensionist në shoqëri. Prandaj, për këtë, të lutem doktor të më falësh, dua të na japësh fjalën ashtu si që nga në 90-ta tek sheshin i studentëve, se jam themelus i Partisë Demokratike në Berat e deri sot, dy kemi ngelur se një pjesë. Da e për shfjallën që do të realizosh programet për ne në 100 ditë e para të qeverisjes, si që keni thënë e deklaruar botërisht, sepse ju, doktor, keni treguar se e mbani fjallën. Ju faleminderit, ju falenderoj, në atë parë, falenderoj doktorin, udhëheqësin, bacën e demokracisë. Fitore, fitore, fitore. Faleminderit Bardhyl, tani fjalën e ka zonja Vaçe Zyka, mësuese. Faleminderit. Përshëndetje gjithë pjesëmarrësve. Përshëndetje doktor Berisha. Mirë se erdhe në Beratin tonë të bukur. Unë quhem Vangjeli Zyka, mësuese në pension dhe kam punuar gjithë jetën time në arsim. Më vjen keq të them se arsimi është sot ndoshta sektori më i goditur nga braktisja e nxënësve që kanë ikur në emigracion, nga epidemia e klasave kolektive, nga rënja shumë e ndjeshme e cilësisë së mësimdhënies, nga pagat e ulta të mësuesve që nuk motivojnë më askën, sepse çmimet janë rritur shumë. Arsimi sot vuan edhe një të keqe të madhe, atë të presionit të madh politik mbi mësuesit. Këta të fundit detyrohen të mbledhin vota për parti në pushtet, sepse ndryshe kërcenohen me vendin e punës. Pra, ky arsimi ynë ka shumë probleme. Arsimi është shtylla e shoqërisë, dhe nëse shkatrohet arsimi, shkatrohet e gjithë Shqipëria. Testi PISA, ku ne renditemi në vendet e fundit, tregon dramën e madhe.
humnerën e thellë ku arsimi ka përfunduar. Kjo nuk u gatuar në një ditë vetme, por është gatuar në 12 vite rresht. I nderuar doktor Berisha, e kam lexuar me kujdes programin e Partisë Demokratike për arsimin. Ju i keni prekur të gjitha çështjet e rëndësishme dhe jepni zgjidhje problemeve të rënda që unë rendita më sipër. Ju lutem, mbajeni fjalën tuaj dhe realizoni 100% premtimet tuaja. Unë jam e bindur se qeveria juaj do t'i realizoj të gjitha këto premtime. Arsimi duhet shpëtuar, Shqipëria duhet shpëtuar. Faleminderit, suksese në fushat. Fitore. Faleminderit Zysh Vaçe, tani fjalën e ka Adem Muça, fermer. Të nderuar qytetar të qarkut të Beratit, të nderuar fermer po të këtij qarku, të nderuar kandidat për deputet, i nderuar dhe respektuar profesor, doktor, lideri historik i Partisë Demokratike, Zoti Sali Berisha. Quhem Adem Muça, fermer i qarkut Beratit. Në këtë takim elektoral dua të diskutoj disa probleme të mëdha që ne kemi hasur në fermat tona këtu në qarkun ton gjatë 12 viteve të rilindjes. Ne si fermer na kanë munguar totalisht për kujdesjet dhe ndihma e qeverisë në ikje. Dhe një pjesë e fermave tona janë të mbyllura tani, ku fermerët janë larguar për një jetë më të mirë në përvendet qinj. Ferma tona lulëzonin gjatë vitit 2005-2013, por ky lulëzim nuk vazhdoi më mbas vitit 2013, sepse mungojnë subvencionimet në bujqësi, në blegtori dhe në pemtari, duke patur si favor klimën mezetare që kemi ne si qark, merremi me sera diellore. Serat janë një punë losme, po kanë dhe rendimentin e tyre, por njëkohësisht kërkojnë dhe subvencione. Por kjo qeveri, jo që nuk na dha subvencione, po kur kishe vit elektoral, na ofron të diku në një patronazhist aty, në rreth parë do të na merrte kartën e identitetit, numrin, që të na jepte një lumosh. Këto ishin marifetet e këtyre rilindësve tanë të famshëm. Mirë po këto patronazhistët ne fermerët që na quajnë si për miopër. Na kushtëzonin dhe me disa kriteret të tjera jasme që i kërkonte BE-ja kur erdhe në pushtet. Duhet kishim tokat 12 lymë bashk, që të ndërtonim sera. Sera duhet të larta 2.8 metro. Në një kohë që neve, edhe shtëpit tona nuk i kemi na 2.8 metro, 2.6 janë në përgjithësi. Mirë po këto kritere që kishte vendosur rilindja kishin tjetër qëllim. Këto financimet e BE-s nuk përfundun asnjëherë tek bujqësia, te blegtoria ose te ullishtet, po përfunduan tek ta oligarkët e vegjël që nuk kishin të ngopur dhe me ndërtimin e servet me fondet e Bashkimit Evropian. Duke lexuar programin e Aleancës për Shqipërinë Madhështore, shohim një dritë jeshile në fund të këtij tuneli të gjatë 12 vjeçar. Dhe ne, si fermer, të gjitha bindjeve politike, se s'ka bindje atje, të majtë, të djathtë, të qenë, duam, kërkojmë nga ju, Zoti Berisha, se shpresat janë tek Partia Demokratike, se kjo i ka dhënë provat. Dhe kërkojmë që këto të realizohen. Problemi i blegtorisë
është një ndër problemet më të vështira që has qarku i Beratit. Ishin fermat me lop, me krer, baktie, me gjithë të mirat e Zotit, si mas terenit që ne kishim, por dhe këto na janë cunguar në mënyrë shumë të këta të rilindasit vu dhe dy kriteret të tjera, edhe këtu të blektoria, duhet kishe mbilje kokë lop që të mire subvencion nga shteti. Ani fermeret po t'ishin hajtë pasur, që t'kishin nga 10 lop, nuk ishin nevoj dhe për shumë subvencione. Edhe të baktit e imta duhet kishe mbi 100 kokë, bakti që përsëri të mire subvencionim. Përveç këtyre kemi edhe problemet të ullirit. Ne me që e kemi një kultur shumë vjeçare ullirin, e mbarështrojmë mjaft mirë. Mi po, tek ne ulliri, edhe pse i shkriju një super prodhim, këto 3-4 vitet e fundit, është krijuar në sajt të subvencionet që dha Partia Demokratike, me ju zoti Berisha, në krye në vitin 2005-2013, me mbjelljen e blokeve, me ullishte, me arror, e me shumë dhjet të tjera. Keni arritur deri aty në zemrën e fermeret, sa që edhe një pjesë të kodrave, kam një rast konkret, ka 22 njëm tokë, thot, kodra Sali Boleku, thot. Deri këtu ka arritur becimi një. Ju falenderoj të gjithve, edhe fitore. Faleminderit Adem, fjalën e ka kryetari i Degës PD-s Shoqëri Dura. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, të dashur Beradas, vëllezër e motra kësaj toke fisnike. Sot është një ditë e veçantë. Sot Beratit i rikthehet shpresa, i rikthehet zeri së vërtetës, i rikthehet lideri që ka mishëruar luftën për liri, për demokraci, për Shqipërinë tonë madhështore, profesor doktor Sali Berisha. Doktor, në emër të demokratëve të Beratit, të qytetarëve që nuk janë përkullur kur, ju them mirë se vini në kalane e qendresës shqiptare. Miq, ne jemi mbledhur këtu jo vetëm për të prezantuar ekipin ton, kandidatët tanë për deputet, por për të bërë një betim publik. Berati nuk do ta pranoj kur pa drejtësim. Nuk do të lejojmë që Shqipëria të zhytet më thellë në errësirën e këtij regjimi që po na mbyt, që po na shpobullon, që po na varfëron me vetdije, sepse Shqipëria që ata duan është Shqipëria e shitur, një Shqipëri për oligarkët, për tenderat, për fasadat. Por miq, Shqipëria që ne besojmë është Shqipëria mallështore. Një Shqipëri që nuk përkulet dje dhe nuk do përkulet as sot. Shqipëria mallështore është një Shqipëri ku drejtësia nuk ka emra të përzgjedhur, por i shërben çdo qytetari. Është një Shqipëri ku të rinjt nuk ikin, por ndërtojnë jetën këtu. Është një Shqipëri që jep fund abuzimit, arrogancës dhe pushtetit të pakufishëm që Rama e ka kthyer në mallkim kombëtar. Të gjithë e dim, kundërshtari ynë nuk është thjesht një parti tjetër, kundërshtari ynë është sistemi i kalbur që ka vënë në gjuhë shtetin. Një sistem që do të zhduk çdo opozitar, çdo shpirt kritik, çdo ideal, por nuk do t'ja dalin, sepse përballë kanë një popull që është zgjuar, përballë kanë Partinë Demokratike, kanë përballë Beratin krenar dhe të pathyeshëm. Dhe mbi të gjitha, kanë përballë vizionin ton për Shqipërinë madhështore. Një Shqipëri ku fjala shpresësh nuk është retorik, por është realitet. Sot nga ky podium, në praninë e doktor Berishës dhe të gjithë jush, që nuk keni ndalur asnjë ditë së besuari, them me bindje të plot,
ne do të fitojmë, ne do të ngrejmë Shqipërinë, ne do të bëjmë Shqipërinë madhështore. Zoti e bekoft Beratin, Zoti e bekoft Partinë Demokratike, Zoti e bekoft Shqipërinë madhështore. Fitore, fitore, fitore. Faleminderit shoqëri. Tani fjalën e ka drejtuesi politik I qarkut Berat, zoti Eno Bozdo. Ju faleminderit. Mirëmbrëma Berati, Dimali, Kurcova, Çorovoda, Skrapari. Përshëndetje, mirë se erdhe doktor Berisha, zoti Duka, të nderuar kandidat, të nderuar qytetar të Beratit. Kjo është Shqipëria që ne duam dhe ju përfaqësoni eksaktësisht ata shqiptar që nuk u tutën, nuk u përkulën, nuk u thyen, rezistuan në emër të lirisë, rezistuan në emër të vlerave njerëzore, në emër të demokracisë dhe dinjitetit të Beratit edhe më gjërë se kaq. 11 maj është një ditë ku ne nuk votojmë thjesht për dy parti. Ne votojmë për një të ardhmen, ne votojmë, fermerët votojnë, midis rënimit që I ka plakosur 12 vite dhe një programit jashtëzakonshëm Partisë Demokratike që I pasuron dhe I kthen ata njerëz me dinjitet. Biznesi vogël voton, midis varfërisë dhe boshësisë qyteteve dhe uljes konsumit dhe një programit jashtëzakonshëm Partisë Demokratike që do t'i shojë ata të punojnë me nder dhe dinjitet. Pensionistët votojnë, midis skamjes dhe mjerimit dhe një programit të jashtëzakonshëm madhështor të Partisë Demokratike, që I fal dinjitetin njerëzor, që I bën ata të jetojnë me niprit dhe mbesat e tyre, dhe jo fillikat siç janë sot. Arsimtarët votojnë midis shtypjes politike, rrogat vogla, klasa kolektive, njerëz që ikin, dhe një programit jashtëzakonshëm Shqipërisë madhështore, ku dinjiteti njerëzor, arsimtari, figura e tij ngrihen në pjedestal. Unë besoj se gjithë zgjedhjen e kemi shumë thjesht. Në 11 maj, ne votojmë Partinë Demokratike, votojmë doktor Berishën, votojmë Shqipërinë madhështore. Forca, fitore, fitore, fitore. Faleminderit Eno, faleminderit gjithëve për fjalimet frymëzuese. Kam derin tashmë të ftoj në skenë kandidatët e Aleancës për Shqipërinë madhështore, ekipin fitues për zgjedhjen e 11 maj. Zoti Zia Ismaili, mjek. Zonja Valbona Doko, infirmiere, mungon se është me detyrë për Partinë Demokratike në Athinë. Zonja Fatmira Kola, pedagoge sipërmarrëse. Zoti Parit Mahmuta, inxhinier elektrik. Zoti Lefter Maliqi, oficer. Zoti Oltion Merdari, pedagog I shkencave politike. Zoti Besnik Osmeni, administrator biznesi. Zoti Thomar Umnici, inxhinier ndërtimi. Të nderuar zonja dhe zotrin, kjo është ekipi kryetarit Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha për zgjedhjen e 11 maj të qarkut të Beratit. Kjo është ekipi fitues dhe kam derin tashmë që fjalën t'ja jap kryetarit Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. Faleminderit. Berisha, 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 Berisha. Mirë mrama dhe përshëndetjet e mia më të përzemërta. Ju, qytetarë dhe qytetarëve të Beratit të pranishëm në të shesh, banorëve të këtij rrethi, banorëve të këtij qarku, kudo që janë sonte, në qarkun e Beratit, në Shqipëri, jashtë vendit, përshëndetjet e mia më të përzemërta. I dashur Zoti Agron Duka,
kryetar i Partisë Agrare Ambientaliste të Shqipërisë, aleat i Partisë Demokratike, i dashur zoti Eno Bozo, drejtues politik i qarkut Beratit, i dashur kryetar i Partisë Demokratike të qarkut Shoqëri Duro, të dashur deputete dhe deputet, kandidatë dhe kandidat Partisë Demokratike për qarkun e Beratit pranishëm këtë takim, dhe zonja që shkel qenë me mungesën e saj, Valbona Doko, që ndodhet në emigracion, duke punuar për emigracionin që të votojnë. Shpreh krenarin time me ju sot, që jeni jo vetëm krenaria e Beratit, por jeni krenaria e Shqipërisë dhe e shqiptarëve për parlamentin e ardhshëm. Të dashur miq, ditët po na afrojnë një datë të madhe, një ngjarje të madhe, një datë që do ndaj epokat, do ndaj narkodiktaturën, do ndaj 12 vite në të cilat shqiptarët u larguan nga Berati, u larguan nga trojet e tyre, sa kur ndonjëherë në tërë historinë qindra vjeçare. 12 vite do ta ndëroj. Po shkojmë drejt një vendimi të madh, që çdo qytetar dhe qytetar i Beratit, i këtij qarku dhe i Shqipërisë do marrë me 11 maj, për t'u ndarë me një të keqe
e cila dëmtoi kombin, zbrazi Shqipërinë, paksoi shqiptarët sa asnjë luftë, sa asnjë epidemi, sa asnjë fatkeqësi në tërë historinë e tyre. Miq, sot është një moment për të përullur me nderim të madh shumë para baballarëve, gjyshve, stërgjyshve tuaj, të cilët këtu buzosumit ndërtuan një kryevepër madhështore, siç është qyteti juaj, e vendosen Beratin në kurorën e trashëgimisë së qytetërimit botëror. Berati madhështor është vepra e tyre e pavdekshme, e përjetshme. Berati madhështor është frymëzim i madh për çdo shqiptar edhe shqiptar, për çdo beratas edhe beratas, për të bërë çdo gjë, për të ngritur në lartësinë e kësaj madhështie që trashëgojmë ne këtu në këtë qytet. Pra, Berati, diamant në kurorën e kulturës botërore, këto 12 vite njohu braktisje, braktisje dhe vetëm braktisje. Berati, diamant në kurorën e trashëgimisë kulturore botërore, këto 12 vite njohu një varfrim të banorëve të saj, një varfrim shumë të pameritur. Ky qytet, ky rreth, në qoftë se mendon për një moment, të duket se është qarku qyteti i kohës ndaluar. Qyteti nuk njohu, jo që s'njohu investime, por dhe universiteti u mbyll. Universiteti i cili i jepte qytetit gjallëri, shpresë dhe besim. Berati, të cilit ju premtua ishulli, ishulli Josumit, mori premtimin e ishullit e mori lumi, kurse Edi Ramsi ngjelet turpi dhe mashtrimi. Miq, vështirë të ketë në një vend tjetër njerëz punëtor, njerëz të punës, si të qark, si të kju, por edhe me potenciale shumë të mëdha, me potenciale madhështore. Çfarë ndodhi 12 vite? U braktis fshati shqiptar. U ndërpren subvencionet. U hapen kufit me Ballkanin e hapur për prodhimet e banacë dhe shumadis. Fermerët atyre zonave kanë 8 fishin e subvencionet me fermerin shqiptar. Në këtë mënyrë u prish gara, u prish konkurenca, fermerët e Beratit dhe në Shqipërisë falimentuan në seri. Edi Rama në Ballkanin e hapur nxiti largimin masiv të fermerëve nga fermat e tyre dhe nga Shqipëria. Të dashur miq,
burrat gratë e Beratit dhe të Shqipërisë që shkrin jetën e tyre në ndërtim, në arsim, në shtetësi, në çdo fushë. Njojnë këto 12 vite i varfëri nga më të papranueshmet. Pensionet e tyre mbeten ato që ishin, kurse çmimet e mallrave që duhet të blinin me pensionet e tyre u dyfishuan edhe mby dyfishuan. Një pensionist i Beratit që në vitin 2013 mirëte 143.000 lek pension mesatar, sot merr 173.000 lek maksimumi. Një pensionist në Malezi që mirëte në 2013 138.000 lek, sot merr 450.000 lek. Po kaq merr pensionistin në Maqedoni, po kaq merr pensionistin në Serbi. Dhe ata pensionistë nuk kanë Berat, nuk kanë diamant të kurorës kulturore të njerëzimit. Jo. Ndaj dhe ne, vim të kju, qytetarë dhe qytetarët Beratit, të gjitha bindjeve politike qofshi. Vim të kju me një zotim solem, se nuk do bëjmë gjë tjetër vetëm t'ja u kthejmë parat ju, parat që qeveria merr nga ju. Po pse u trefishua pensioni i Malazezit? Si u trefishua në 12 vite? Thjesht, qeveria Malit Zi u ju kthej qytetarëve parat e taksave që merte. Po, ligji më elementar për një qeveritar është kur ndal buxhetin, do thot, kjo përqindje do u kthehet atyre që bëjnë buxhet, që japin buxhetin. Çfarë bën këta? Çfarë bën? I dini vetë pensionet, s'po i numëroj këtu, se ku janë. Por një gjë u them, nga 760.000 pensionist, 57% e tyre janë me pension jo të plot. Pra janë me pension ndën 170 euro. Pra janë me pension, si të tha, shumë bukur, që nuk mjafton as për ilaçe, që nuk mjafton për kafshat. A u bë këtu një padrejtësi e jashtëzakonshme? Me mira familje, nuk përballonin dot në sofër, fëmijët e tyre më, dhe detyroheshin të thonin ndiq fatin tanë biro se bi. Ndërkohë, më fani, qeveritë të vendet për rreth, jo. Rristin pensionet, rristin rrogat e ulta. Në vitin 2013 ne kishim rrogën e ult 180 euro. Rumania e kishte 160 euro. E kishte gjithsej 830 lei. Rumania sot rrogën e ult e ka 3.300 lei. Po sigurisht, sepse
çdo qeveri me ndjejat më minimale të dhimbshurisë dhe respektit për qytetarët, ja u kthen parat qytetarëve. Gjën e parë që bën në një buxhet, u ju kthen para atyre. Ato që mbetën i përdor për të tjera, po për ata. Kurse këta, jo. 12 miliard euro për rrugë. A e dini ormiq, se janë ndërtuar nga 2005 në 2013 11.300 kilometra rrugë. Dhe ju garantoj se nuk kanë kushtuar më shumë se 3 miliard e 800 milion euro. Jo, kanë ndërtuar në 12 vite. Absolutisht as 1 kilometër më shumë se 200 kilometra dhe kanë shpenzuar 12 miliard euro. Dhe tani, çfarë thot? Tani që ne kemi bërë premtimin minimal për minimum jetik dhe që jemi zotuar ta vendosim 100 ditë të para, absolutisht 100 ditë të para çdo shqiptar, çdo pensionist, çdo i papun, çdo njeri në ndihmë ekonomike, çdo student, çdo jetim, çdo fëmijë një gruaje familjare do marrë 200 euro. Tani, sot thoshte që do ta bëjmë pensionin minimal 200 euro në vitin 2030. Ky nuk ka respekt minimal për shqiptarët, ky i përçmon shqiptarët. Ky nuk kupton se është poshtrim për atë që ka punuar 45 vite dhe në kafshatës mbledh dot ilaçet, por rrinë në mëshirë të smundjes dhe të fatit, apo në mëshirë të lmoshave që mund t'i jap kush. Dhe kjo që bëjmë ne, nuk është kur lmosh, detyrim ligjor dhe moral i shoqërisë shqiptare ndaj tyre. Dhe jo vetëm kaq, po unë i garantoj se çdo rrogult, dhe rroga e ulët nuk do jetë dot kurrë më nën 500 euro. Çdo rrogult, çdo pensionist, çdo qytetar me minimum jetik do ketë kartën e konsumatorit dhe nuk do të blejë më ushqimet dhe gjërat bazë me çmimin që i blejnë të tjerë në rrogat larta, por do i blejë me 20% më pak. Do marrë 450 euro në vit mbrapsht. Ne besojmë atë që ka thënë Mahatma Gandhi, madhështia një kombi matet me qëndrimin që ai mban, na njerëzët tin nevojë dhe në rrëfund mjerimin në Shqipëri. Nuk do ketë më shqiptar në mjerim, ja unë jam këtu para jush për të zotuar. Luftë totale, kësaj të keqe të madhe. Me moton e friksimit qytetarëve, Edi Rama u dele u thot se po të bëjmë këte bijem në gremin, bijem në humner. Miq, ky është një mashtrim banal, dhe ky është një mashtrim që dëshmon një pashpirtësi ekstreme. Po pse në gremin Rama Alizi që i trefishoi pensionet gjatë 12 viteve, në gremin ra qeveria Kosova, vend në cilën Albin Kurti vetëm 3 muaj më parë deklaroi se 100 milion euro do t'i kaloj për pensionist, do rris pensionet 20%. Përkundrazi miq, do bëhemi
edhe me të mkëmbur, edhe me të drejt, do rikthejmë shpresën, do rikthejmë besimin, do nderojmë ata që e meritojnë dhe e meritojnë plotësisht. Dhe ju siguroj se do ndërtojmë rrugë dhe vepra publike 5 herë, minimumi 5 herë më shumë se që kanë ndërtuar këta në 12 vite. Po, sepse këta kanë vjedhë dhe shpërdoruar në mënyrë të tmerrshme. Të ndërtosh një rrugë me 20 milion euro kilometrin, në një kohë kur Kroacia të njëjtën rrugë e ndërton me 1.7 milion euro kilometrin. Je hajdut që s'njef as një kufi. Të ndërtosh një shkollë me 8 milion euro në një kohë kur Gjermania, me i pasur në Europë, ndërton shkollat me 700.000 euro, me standard ndërtimi. Do të thotë, nuk ke moral së të mbetë të asgjë. Edi Rama, të zhdukësh 130 milion euro për djegësin e Tiranës dhe të mos ketë namas një shanë për këtë djegës, ndërkohë parat kanë përfunduar në kontot bankare të Edi Rama Serion Velis. Është një krim i shëmtuar. Pa e dini sa janë ato? Ato janë 812.000 pensione. Po t'i shtrosh pensione mesatare. Të hapesh shishën e dherës, 33.000 euro, ju garantoj që s'ka kryeministër të një vendit lirë që i lejon vetës një gjë të tillë. Jo, sepse ka një sens zyrtari kufizimi. Ka një sens ai që qeveris, ruan një moral, një etik, për të respektuar ata që e votojnë. Edi Rama përzuri pronarën një televizionit vogël, i cili ishte i liri pavarur. Shqiptarë të gjobiten për shkak të tij 110 milion euro. Vetë udhëtor, me avion taksi, privat, me avion në dispozicion, fani. 21 milion euro, 120 udhëtime në 2 vite në kohë kur presidenti i Shteteve të Bashkuara ka bërë 74 udhëtime. Bileta stadiumesh 28.000 euro. Dhurata fabuloze 500.000 euro. Po të shkëputësh nga njerëzit këshu, njerëzit ose të duken miza, ose thua këta nuk ekzistojnë fare. Se ndryshe nuk ka mundësi, se si të pranosh ti pensionin e tyre mesatari 170 euro. Palem minimali, që është 100-120, as kërkun. Ndaj dhe miq, kjo filozofia jo në shumë e thjesht, tja u kthejmë parat ju. Këtu e nisim ne. Parat që marrim nga ju, da u kthejmë ju të parve. Nuk ka Shqipëri madhështore me njerëz dhe mjerim, por nuk ka Shqipëri madhështore me arsim në rënje katastrofale. Nuk e themi ne këtë. Këto 12 vite, në testet, në provën e cilësisë që bën organizata e vendeve të zhvilluara OECD-ja, Shqipëria nga ngjitje vertikale
që patin vitet 2006-2013, psoj rënjen vertikale më të madhe në botë, 8 vitet e fundit, e shkatroj arsimin, e politizoj në shkallë ekstreme, i denigroj mësuesit, i varfroj ata, i politizoj ata, po arsim madhështor nuk ka Shqipëri madhështore, ta kemi të qartë, kur. Ndaj dhe i garantoj mësuesit, prindrit, nxënësit, se modernizimi i arsimit do t'jetë objektivi ynë madhor, dyfishimi i buxhetit. Rroga e mësuesit do t'jetë 1.500 euro dhe do vazhdoj rritjen. Arsimi nuk do ketë shkurtime në personel, jo, përkundrazi, do zvoglohet numri nxënësve në klasa. Digitalizimi plot i sistemit arsimor dhe aplikimi i teknologjive më të reja. Mesatarja për në universitete hiqet. Tarifat, të cilat janë sot për në universitet në më të lartat në Europë, shkojnë drejt reduktimit në tarifa simbolike ose hiqen fare. Në këtë mënyrë, ne ringrem arsimin në Shqipëri. Pa shtetësi moderne, pa shërbim shtetësor, nuk ka Shqipëri madhështore. Ndaj dhe ne, kemi vendosur dhe u premtoj ju sot këtu, se liste e barnave të rimbursueshme do t'jetë pik për pik si ajo rubrikës italiane. 100% rimbursueshme. Ju garantoj se do të dyfishohet buxheti për shtetësinë. Miq, një kryeministër që deklaron, që është kryetar qeverie, deklaron sa atje në onkologjik janë krye krime kundër njerëzimit dhe vazhdon sikur s'ka ndodhur asgjë. Mund t'i vesh çdo epitet. Po ajo që është e vërtetë është kjo. Përgjegjës numër 1 për ato krime kundër njerëzimit është ai. Dhe është e vërtetë që janë kryer krime kundër njerëzimit. Sa aty njerëzit kanë vdekur jo nga smundja, por nga mungesa e ilaçeve, nga mungesa e mjekimit. Dhe vdesin. Pra, pa diskutim që do të fishojnë rrogat e mjekëve dhe të infermierëve. A e dini ju që sot ne në vitin 2013 kishim 1.5 herë mjek më pak se mesatarja Bashkimit Evropian. Sot kemi 4 herë më pak se mesatarja Bashkimit Evropian. Po kështu dhe infermierë. Dyfishimi rrogave të pensioneve të mjekëve dhe infermierëve është kushti gjitha kushtave për një shërbim shtetësor dijitos për qytetar shqiptar. Miq, Berati madhështor e bën ata të cilët ndërtuan, të cilët prodhuan, ndaj dhe ne, Made in Albania, do t'jetë krenari kombëtare, do bëjmë gjithçka që Berati, Shqipëria, të prodhojnë. I garantoj biznismen të Beratit se bara fiskale pas 100 ditëve të para do t'jetë më e ulta në Europë
ndër më të ultat në botë. Ne vendosim taksën e 60%, por vendosja e taksës 60% do të thotë rritja automatike e rrogave me 13%, se sot kjo taksë është 23%. Vendosja e taksës 60% do të thotë frymarrje më e madhe për biznesin, do të thotë para më shumë konton e tij, mundësi më e madhe investimi, mundësi më e madhe punësimi. Ne do ulim TVSH-n në 15%. Është e lartë TVSH-ja, i mundon, i vret shqiptar TVSH-ja, i lëndon, i rëndon. Sot, shqiptarët paguajnë TVSH shumë, për tjetër në shifër, më shumë se italianët, më shumë se gjermanët, sepse absurditeti i taksmedhëve shqiptar nuk ka fund. Jo, ne do zbresim në 15%. Dhe ky është një lehtësim për qytetarët, për bizneset, për të gjithë. Energjin do ta zbresim në 6 lekë kilovatin. Tavani biznesit vogël për TVSH do rritet nga 120.000 euro në 180.000 euro. Tavani për tatim fitim për biznes e vogël do rritet nga 100.000 euro në 180.000 euro. Pra, do të japim biznesit vogël një hapësirë të madhe. Në këtë mënyrë, ne ndezim motorët e prodhimit, por në Shqipëri, sektor nër më të fuqishmit e prodhimit është bujqësia. Janë fermerët. Është bujqësia vendi është sektori ku punësohen rreth 500.000 shqiptarë. Është bujqësia që psoi rënjet më të mëdha këto 12 vite. Unë vi para jush për të zotuar para çdo fermeri se qeveria do pesfishoj subvencionet për fermerët e Beratit dhe fermerët e Shqipërisë. Po, ne do subvencionojmë fermerët e Beratit për njësi prodhimi, do subvencionojmë për kokë baktie, për fidanet mjellura. Me ato subvencione për bim të arave që përdor Maqedonia, Kosova, Serbia dhe Malizi. Ne do ofrojmë fermerëve linja krediti. 80% të interesave do të mbulohen nga qeveria. Ne do japim garanci për prodhimin, duke kriju fondin e çmimit të bazë për t'i mbrojtur fermerët nga fatkeqësitë natyrore dhe stoqet që mund të krijohen. Ne do mbrojmë absolutisht çdo sezon prodhimin shqiptar. E mbron çdo vend. Nuk pranojmë ne të bëjmë këtë që bëjmë ky. Hap dyert, hap doganat për kamionat. Doganat hapen pasi çiten prodhimet vendin një radhë parë. Ne vazhdojmë projektet tona. Ne vazhdojmë projektet tona, sepse besojmë që ato janë më të mirat. Nga viti 2006 në vitin 2013, u kaluar nga 4.2 milion, ullit të trashëguar nga gjitha kohrat, arritën në 11.4 milion rroj ullit total në Shqipëri. Do vazhdojmë, gjersa të arrim 20 milion, dhe ata që vinë pas, do të vazhdojmë të arrim në 50 milion. Nuk do të ketë kush frikë nga ulliri si që ka ky, me gjallë, që flet gjithë ditën për kanabis, dhe nuk thot një fjalë për ullirin, nuk thot një fjalë për fikun, nuk thot një fjalë për vreshtat, nuk thot një fjalë për mollë, nuk thot një fjalë për lopen, nuk thot një fjalë për asgjë tjetër,
vetëm kanabis, kanabis, kanabis. Bimën e helmit. Jo, miq. Ne do ta bëjmë të famshëm Berati dhe prodhimet e tij në Shqipëri dhe në botë. Made in Albania. Ne do pastrojmë shtëpinë tonë. Po, do pastrojmë shtëpinë tonë së pari për të siguruar jetën, pronën, veprimtarinë e çdo qytetari. Edhe këtu nga Berati, duhet t'u them koskave mafioze, ushtarë të keqes të Edi Ramës që si hije të zeza rendin për të friksuar qytetarët. Mbi tokë vend nuk do keni. Në shpellat më të thella po të futi, në galerit më të thella do t'u kapin dhe t'u përplasin para ligjit, ju dhe Edi Ramen, ju dhe Taulat Ballën, ju dhe të gjitha ta që u ndërsen kundër qytetarëve. Harrojeni ju se ka në botë gjë më të fortë se ligjin, më të fortë se qytetarin. Ndaj dhe, dijeni mirë, se cili prej jush që do t'implikohet në intimidim në qytetarëve për zgjedhjet, do të shpallet organizat terroriste, do të trajtohet si organizat terroriste, me të gjithë forcët e ligjit. Miq, pastrimi i shtëpisë kërkon që dhe ky luks i vërbues i këtyre ministreshve e ministrave që dalin në shesh si me qenë sultanesha Zululandit, me gjigna, me mingla, me aksesor që kushtojnë 10.000, mos 100.000 euro, të cilat me rrogat e tyre s'mund t'i shojnë as nëndër, jo ma t'i blejnë. Kontot e tyre bankare ku do që t'jenë, vilat dhe hotelet ku do t'i kenë, do t'u konfiskohen, do vendosen para ligjit. Shqipëria shtëpia e Zotit, dhe Zoti kërkon që shtëpia të pastrohet. Pra, 11 maj është dita e çdo shqiptari, pavarësisht nga bindjet politike. Se unë kam bindje, çfarë do që t'jesh, demokrati pa parti socialist, nuk mund të pajtohesh që të vidhe 130 milion për insineratorin dhe djekësit mos ekzistoj. Unë kam bindje se cili do që t'jesh, nuk mund të pranosh që komshia yt punon tokën me parmend, kurse kryeministri yt shkon për vakanca me avion në dispozicion dhe shpenzon 21 milion euro. Nuk mund të pranosh që të marrë biletën e ndeshjeve 28.000 euro. Nuk mund të pranosh që të ndahet pasuria në një grush të vogël njerëzish, familjar, krushqi, ministra dhe soj tyre, kryetar bashkish. Ky Ervini, këtë mund ta quani Ervin Velia. Po, këta janë të gjithë një specie. Këta zdallojnë nga njëri tjetri. Këta të gjithë kanë model 5D, vjedhë në buxheteve. Jo, nuk shkoni dot më. 11 maj është dita që shqiptarët ndahen me të keqen. Shqiptarët do pastrojnë shtëpinë e tyre. Pra me 11 maj, miqtë e mi, me votën e lirë, çelim një kohë tjetër, ndahemi nga një regjim që na
zbrazi e varfroj shumë dhe e shkatroj Shqipërinë. Por kjo kërkon që të shumë fishojnë forcat këto ditë. Kjo kërkon t'i themi jo lodhjes, të sakrifikojmë, t'ulemi me çdo qytetar, me çdo fermer. E ndigjuat ju, fermeri i thoshte, prodhimet mu kalben, po unë prap votoj për ty. Mos e merrni me inatate. Jo, është i indoktrinuar. Por të bisedoni me te, uluni bisedoni me te, se prodhimet nuk duhet kalben, se ato prodhime nuk janë vetëm tuat, me ato prodhime ti begaton veten, po dhe shoqëria. Edhe shoqëria përfiton prej tyre. Me ato prodhime ti furizon tregun. Çmimet janë më të ulta. Pra, duhet i shohim gjërat, jo, një, unë e duhet azam atë dhe me qenë se unë e dua atë, më ja falë punë e madhe se më kalën prodhimet. Në asnjë mënyrë. Prodhimet kalben nga politika e tij, sepse hapi doganat me Ballkanin e hapur për Vučićin. Dhe po u kalben prodhimet, shteti duhet të kompensoj. Garantoj fermerët se çdo mbi prodhim do kompensohet me çmimin bazë. Çdo pensionist duhet bashkohet me ne. Ai thot sot deklaroj se unë do t'i rris pensionet 200 euro në vitin 2013. Unë ja fjalën e nderit se 100 ditë e para pensionet nuk do ketë pension në Shqipëri ndë 200 euro. Koha pra është të mendoj për veten tonë, të mendoj për fëmijët tanë, të mendojmë për pensionistët tanë, të mendojmë për trit tanë, të mendojmë për të kthyer shpresën, për të kthyer besimin, për t'i kthyer Beratit madhështinë e njerëzve të tij, Shqipërisë madhështore, ashtu si ne ka bërë Zoti. Rrofshi ju, rrof Shqipëria, rrof Berati. Faleminderit. Fitore, fitore, fitore.